Pavarësisht se Edi Rama e trumbetoi me të madhe pjesëmarrje në bordin e paqes dhe deputetët e tij e shitën si një epokë të re në marrëdhëniet me SBA-n, në fakt faktet flasin ndryshe. Izolimi për Edi Ramën vijon. Mjafton të shohim Vjosa Osmanin për të kuptuar se sa i izoluar ka qenë Edi Rama gjatë vizitës në SBA. Raportuam se Osmani u prit në një takim me sekretarin Marco Rubio, por ai nuk ka qenë takimi i vetëm, pasi lista është e gjatë. Presidenti Osmani po ashtu është takuar me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Brandon Hanrahan. Ajo me këtë rast është takuar gjithashtu me drejtorin e lartë për Evropë dhe Rusi në Këshillin Kombëtar të Sigurisë dhe këshilltarin special të presidentit Trump, Charles McLaughlin, si dhe me zëvendës ndihmë sekretarin e shtetit, Daniel J. Lawton. Në kuadër të takimit inaugurues të Bordit të Paqes, presidenti zhvilloi bashkëbisedime me lider të shumtë botror, ndërkohë Edi Rama të vetme në arritje kishte bisedën 40 sekondëshe me Trump dhe një vizitë në Këshillin e Atlantikut. Trump ka mbi një vit në krye të shtëpisë së bardhë, Rama nuk ka bërë asnjë vizitë zyrtare në Dash, teksa edhe në Tiranë është injoruar shpesh nga amerikanët. Në nëntor erdhi në Tiranë zëvendës ndihmë sekretari i shtetit në SBA, Mark Fleming. Ai zhvilloi shumë takime, por Ramën e injoroi. Ditët e fundit ishte në Tiranë drejtori i zyrës për Evropën dhe Azinë i Biros së çështjeve ndërkombëtare të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit të Departamentit të Shtetit, Mark Tervakovski. Ai takoi presidentin, krerët e SPAK, BKH dhe shumë të tjerë, por jo Ramën. Mirëpo, goditja më e madhe i ka ardhur Edi Ramës pak ditë më parë. Ambasada e SBA-s në Prishtinë uroi krijimin e qeverisë së re të Kosovës, edhe pse ka patur shumë përplasje me Kurtin, e madje është kërcënuar disa herë me sanksione. SBA-ja sërish i ka shtrirë Kurtit dorën e bashkëpunimit. Madje edhe Rubio deklaroi se ata do të punojnë me qeverinë e re, ndërkohë Rama nuk e uroi askush. Pra, Ramës i rroft Bordi i Paqes, pasi duket qartë se amerikanët nuk e përfillin shumë, edhe pas bordit me shumë gjas, fshihen interesa të tjera dhe nuk është çudi që Shqipëria të mbushet me palestinez. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë lidhur me shembjen e aksit rrugor Librazh-Prenjas që ka bllokuar një lidhje me juglindjen e vendit, ndërsa drejtuesit e automjeteve po gjejnë rrugë alternative për të lidhur zonën me pjesën tjetër të vendit. E ndërsa vetë kryeministri ka udhëtuar drejt Korçës me helikopter, ai përmes rrjeteve sociale i ka kthyer një përgjigje të gjithë atyre që fajsojnë qeverinë për shembjen e rrugës. Rama e cilëson atë që ka ndodhur një fenomen natyror, duke i larguar përgjegjësinë jo vetëm qeverisë, por edhe firmave që kanë kryer punimet. Sa për aksin e bllokuar këto ditë duhet një ligësi e madhe, një dëshpërim i thellë dhe një padije e rëndë për t'ia faturuar qeverisë problematikën e një rrëshqitje gjeologjike të masivit natyror në anë të rrugës së vjetër që ka impaktuar edhe aksin e ri, por që ka zero lidhje me ndonjë përgjegjësi profesionale a teknike të projektuesve, zbatuesve apo autoriteteve përkatëse. Në Itali po rrëshqet gjatë këtyre ditëve një masiv gjigant që rrezikon të marrë me vete një qytet të tërë të banuar, po nuk ka ndonjë kanal a qofte edhe portal në atë vend parti politike jo, që ta trajtoj fatkeqësi natyrore me histerinë e këtushme, ku ky avaz është bërë një traditë lig, shkruan Rama. Reagimi i kryeministrit vjen në një kohë kur prokuroria ka nisur paraprakisht hetimet duke mbledhur prova në ato që i konsideron si vendngjarje. Postimi i plot i Edi Ramës më thon se që kanë futur në vlim tenxheret politike e mediatike, pse unë po udhëtoj me helikopter për Korçë. Në fakt jo vetëm për Korçë, po nga Korça edhe në Vlorë për të shoqëruar një grup investitorësh me prestizh ndërkombëtar në fushën e arsimit të lartë, e për t'ju prezantuar hapësirat e polit të dijes në Korçë edhe të kompleksit të ri në Vlorë si dy destinacione me potencial për të mikpritur universitete të mirënjohura ndërkombëtare. Ata vinë nga Rinasti në Korçë e pastaj në Vlorë me helikopterin e tyre, ndërsa ne do të përdorim helikopterin e forcave të armatosura, i cili me ne ose pa ne kryen çdo muaj orët e veta të domosdoshme të fluturimit, e në këtë rast i shërben edhe një punë tjetër të mirë njëkohësisht. Sa për aksin e bllokuar këto ditë duhet një ligësi e madhe, një dëshpërim i thellë dhe një padije e rëndë për t'ia faturuar qeverisë problematikën e një rrëshqitje gjeologjike të masivit natyror në anë të rrugës së vjetër që ka impaktuar edhe aksin e ri, por që ka zero lidhje me ndonjë përgjegjësi profesionale a teknike të projektuesve, zbatuesve apo autoriteteve përkatëse. Në Itali po rrëshqet gjatë këtyre ditëve një masiv gjigant që rrezikon të marrë me vete një qytet të tërë të banuar, por nuk ka ndonjë kanal a qofte dhe portal në atë vend, parti politike jo, që ta trajtoj fatkeqësi natyrore me histerinë e këtushme, ku ky avaz është bërë një traditë lig. Ndërsa për fluturimin tim mbi aksin e bllokuar, kam edhe këto dy fjalë. E para i ka mërën në Shqipërisë rrotull më shumë se tërë kryeministrat e tjerë të marrë së bashku. Qysh nga krijimi i shtetit shqiptar dhe kam prekur këtë vend në çdo qoshe, jo si turist, por si kryeshërbëtor i zgjedhur i shqiptarëve, të cilët i çmoj më shumë se çdo telendar politika mediatik dhe më njohin më mirë se kushdo prej tyre.
Prandaj edhe më kanë votuar gjithnjë e më masivisht, duke i shpërfillur rregullisht tenxheret mediatike e dallaveret politike. E dyta, me aks të lira, me aks të bllokuar, ky fluturim me helikopter ishte planifikuar kohë më parë, pikërisht sepse grupi që vjen do të shoh Korçën, Vlorën e nesër Tiranën në vetëm 24 orë qëndrimi në Shqipëri. Por fundja çfarë do të them unë, tenxhere do të thonë atë që kam për të thënë dhe në fund fare, karvani do ecë përpara, qenë do vazhdojnë të lehin, vepra do të jenë të vetmet që do të mbeten. Për qartësi, bashkëlidhur është rrëshqitja aktuale në Itali se gati janë ta transferojnë në Shqipëri, përfundon kryeministri. Loloja si figurë nuk ka qenë dhe nuk do t'jetë kur budalla, përkundrazi ai është mjaftueshëm i mençur për ta kuptuar rolin që luan. Si lolo i mbretit, ai shpërblehet mirë për punën që bën, ndonjëherë më mirë se mjekët, ministrat apo arkitektët e oborrit. Ndryshe nga të tjerët, ai nuk ka kufi etik në publik, nuk skuqet dhe nuk zverdhet sepse detyra e tij është të nxjerrë në shesh ato që i shërbejnë zotrisë së tij. Loloja ndryshe nga të tjerët nuk ka cip, nuk ka turp, nuk skuqet dhe nuk zverdhet. Pasi e bën fytyrën prapanic për të jashtë nxjerrë ato të Zotit. Ndaj edhe batoni u tregoi të gjithëve për hallatet e Edi Ramës në Washington, me idenë për të shkaktuar hilaritet, por edhe për të ngulitur sadopak tek njerëzit ndjesinë se Edi ka këllqe. Por gjuha shqipe, të cilën Edi Rama po e bastardon nëpërmjet lolos së tij, që se një fare këtë gjuhë, e shpjegon se kur dikush në publik flet për hallatet që ka poshtë potureve, tregon se ato i ka në kokë. Ndaj ka edhe një fjalë të njohur e mjaft të përhapur në gjithë krahinat me nuanca të ndryshme, por që esenca është koklore. I tillë në këtë rast nuk është batoni, pasi ai lolo është, por kryeministri ynë që e ka degraduar veten në pikën më të ulët ku gjithçka po i shpërthen në duar. Deklarata më e fundit e batonit që Gjermania është një vend i korruptuar ka bërë efektin më të tmerrshëm në opinion, çka në fundit ka rritur e do të rrisë pa kënaqësi ndaj Edi Ramës. Megjithatë, kreu i qeverisë e ka pritur këtë, madje e ka parashikuar krejt me detaje. Qëllimi i tij në aksionin që i ka sulur batonin Gjermanisë është diku tjetër. Në një farë mënyre po kopjon Sali Berishën gërm për gërm kur u shpall non grata nga SBA. Rama po sulmon Gjermaninë jo për të bërë përpjekje për të negociuar me dikënd në Berlin. Atje ai ka larë duart, e jo vetëm nuk puth më, por sipas gjasave pritet një bumje e madhe. E në këtë Edi Rama po sulmon Gjermaninë nëpërmjet lolos që t'i tregoi prokurorëve të SPAK-ut dhe gjyqtarëve special se ai kur sulmon fuqinë më të madhe europiane nuk e ka asgjë të agresojë ata vet. Gjithsesi, edhe pse një gest agresiv dhe antidemokratik është padyshim i dëshpëruar dhe krejt jo efektiv, pasi një udhëheqës i fortë dhe autoritar nuk bën gërgër, por vepron edhe pse e di se do të ketë pasoja. Erdogani kur zhduku gjithë drejtësi në Turqi pas grushtit të shtetit as nuk foli, as nuk nxori lolot e tij në media. E bëri dhe kaq, i zëvendësoi me besnik dhe nisi kryqëzatën e tij ndaj të gjithë kundërshtarëve. E sot ka burgosur edhe liderin e opozitës. Edi Rama është impotent politikisht që ta kryejë një veprim të tillë, pasi e di që nëse firmos apo urdhëron një operacion dëshkimi e ngren zgupthi. Ndaj dhe ka nxjerr lolon e tij për të dërguar mesazhe duke u ngërdheshur. Pas më shumë se 4 orësh mbledhje me dyert të mbyllura, 3 prokurorët e SPAK-ut dhe 2 mbrojtësit ligjor të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës e pezulluar nga detyra u larguan nga Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve, i cili pritet të marrë një vendim lidhur me kërkesën e prokurorisë speciale për një autorizim nga Kuvendi, sa i takon një mase të re sigurie për Belinda Ballukun. Prokurorët e SPAK-ut kanë insistuar që Kuvendi t'i jap autorizimin SPAK-ut, ndërsa avokatët mbrojtës kanë kërkuar rrëzimin e kërkesës duke cilësuar atë të pambështetur në fakte dhe prova. Sipas avokatëve, SPAK duhet provojë që Balluku do të largohet nga vendi përpara se të kërkojë vendosjen e një tjetër mase sigurie. Gjatë debatit me dyert mbyllura, prokurorët e SPAK-ut e kanë cilësuar pozitën e Belinda Ballukut si të rënduar. Nga raportimet mësohet se SPAK ka deklaruar se kur është kërkuar pezullimi, zëvendës kryeministrja e pezulluar rrezikonte deri në 10 vite burg, ndërsa tani rrezikon deri në 35 vite burg. Në situatën kur u kërkua masa e parë ndaj zonjës Balluku, rrezikonte deri në 10 vite burg. Sot që flasim, situata e saj është rënduar dhe me akuzat e prokurorisë në këtë moment zonja Balluku rrezikon deri në 35 vite burg. Të njëjtën vepër e ka kryer 9 herë,
secila vepër dënohet me 4 vite. Me bashkim dënimesh, ky është marshi i veprës, deklaruan prokurorët e SPAK-ut. Kjo është hera e parë që në rastet e trajtuara në kuvend dhe që kanë të bëjnë me kërkesat për autorizimin e arrestimit të ligjvënësve, prokurorët bëjnë edhe pretencën pa nisur procesi i gjykimit. Në asnjë nga rastet e paraqitura në kuvend në vitet e fundit, prokurorët nuk kanë kryer llogaritje të tilla, si kjo që sot u deklarua nga SPAK-u i drejtuar nga Klodian Brao. Më herët prokurorët e SPAK-ut kanë pretenduar se Belinda Balluku ka intimiduar 2 dëshmitar duke i kërkuar të ndryshojnë dëshminë. Referuar raportimeve gjatë seancës në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve, prokurorët kanë pretenduar se kjo është e vërtetuar me transkripte të bisedave. Sipas SPAK-ut, Balluku apo avokatët e tij nuk kanë ngritur asnjë pretendim për ndikim politik për ndjekje politike nga prokuroria. Hetimi nuk ka sfond politik, ky fakt u konfirmua edhe nga avokatët e Ballukut, të cilët u shprehen se nuk ka ndonjë pretendim të këtij lloji, raportohet të kenë deklaruar prokurorët e SPAK-ut. Heqja e imunitetit të Ballukut nga kuvendi do t'i hapte rrugë arrestimit të saj, por edhe kontrollit të banesës. Nuk dihet nëse Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve do të dalë me një qëndrim, por në secilin nga rastet do i përkas seancës plenare për të vendosur nëse imuniteti i Belinda Ballukut duhet hequr ose jo. SPAK ka komunikuar Ballukut akuzat për veprën penale shkelje e barazisë pjesëmarrësve në tender apo ankande publike e kryer në bashkëpunim në lidhje me tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe nënhetim për tenderin loti 4 Unaza e Madhe. SPAK njoftoi se po e heton Belinda Ballukun edhe për disa procedura të tjera, çka e rëndon ndjeshëm pozitën e saj përballë drejtësisë. Shtetësia Belinda Balluku ka marrë cilësinë e personit nënhetim për dyshimin e kryerjes së të njëjtës vepër penale për 7 procedura të tjera, prokurimi me objekt, plotësimi, rakordimi dhe vazhdimi i punimeve sheshi Shqiponja, Lumi i Tiranës, loti 1 dhe QMT. Ndërtimi segmentit rrugor sheshi Shqiponja Bulevardi i Ri loti 2, ndërtimi segmentit rrugor sheshi Shqiponja Bulevardi i Ri Shkollë Zurat mbi Lumin Tirana, ndërtimi unazës së jashtme Tiranë loti 4, ndërtimi unazës së jashtme Tiranë loti 5, loti 6 dhe ndërtimi unazës së jashtme Tiranë loti 7, thuhet në kërkesën e SPAK-ut. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar skemën e Edi Ramës për shtimin e numrit të komisioneve parlamentare. Në shtator të vitit të kaluar, PS vendosi të shtojë numrin e komisioneve parlamentare nga 8 në 11, teksa edhe disa prej komisioneve të vjetra u ridimensionuan, por PD-ja ankimoi ndryshimin e rregullores në kushtetuese. Sipas saj, rregullorja e kuvendit u ndryshua në 2 mbledhje të parlamentit, të cilat u zhvilluan brenda së njëjtës ditë, ndërkohë që kushtetuta parashikon se një ligj, edhe kur futet me procedurë të përshpejtuar, nuk mund të miratohet pa kaluar 7 ditë. Sipas PD-s, miratimi brenda një kohe kaq të shkurtër i ndryshimeve në rregullore cënon të drejtën e deputetëve të opozitës për të njohur me ndryshimet, si edhe për të propozuar amendamente. Kushtetuesja duket se i ka dhënë të drejtë PD-s në këtë aspekt. Sipas gjykatës kushtetuese, procedura ka qenë antikushtetuese dhe nevojitet rregullohet. Ajo i ka dhënë 30 ditë kohë kuvendit të rikthejë komisionet siç ishin. Mirpo, si gjithmonë, edhe këtë herë Partia Socialiste e ka sfiduar këtë vendimmarrje. Numri i komisioneve nuk ndryshon. Kështu bën të qartë Partia Socialiste në reagimin me njëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Nuk gjej dot asnjë lidhje mes së drejtës së kuvendit për organizimin e punës së vet në komisionet përhershme dhe vendimit të sotëm të gjykatës kushtetuese. Pres me shumë kuriozitet vendimin e plot për të kuptuar dhe atë çështjen e së drejtës së shprehjes, kur është fakt se deputetët kanë votuar dhe e kanë shprehur vullnetin qartazi me votë. Megjithatë, mendoj se kuvendi i Shqipërisë duhet ta vazhdojë punën e tij me ndarjen aktuale të komisioneve, të cilat do duhet të rimiratohen bashkë me ndryshime të tjera që, siç njoftova në fillim të sesionit, do t'i depozitojmë në ditët në vijim, shpreh Tauland Balla. Bashkimi Evropian ja ka bërë të qartë Edi Ramës se nuk mund t'i bëj pa opozitën reformat. Kujtojmë që kjo ndërhyrje vjen pas bojkotit të opozitës për territorialen dhe zgjedhoren, kur Rama tha se nuk do t'i pres më dhe do të vijojë vetëm. Ditën e sotme ambasadori i BE-s në Tiranë Silvio Gonzato është takuar me bashkëkryetarët e Komisionit të Posaçëm për Reformën Territoriale dhe Administrative, Arbian Masnikun dhe Luciano Boshin. Gonzato theksoi rëndësinë e një reforme gjithëpërfshirëse dhe plotësisht transparente, të ndërtuar mbi të dhëna të sakta dhe konsensus të gjerë. Njëkohësisht është e rëndësishme që funksionet të shoqërohen me financim të mjaftueshëm, në mënyrë që autoritetet vendore të kenë autonomi reale në vendimmarrje, të mbështetur nga kapacitetet e nevojshme. Mbetet thelbësore që reforma të sjellë shërbime më të mira për qytetarët dhe të jetë në përputhje me standardet evropiane. Ambasadori i BE-s Silvio Gonzato theksoi rëndësinë e një reforme gjithëpërfshirëse dhe plotësisht transparente, të ndërtuar mbi të dhëna të sakta dhe konsensus të gjerë. Shpejtësia e reformave nuk mund të vijë në kurrizë të cilësisë dhe rritja e efikasitetit nuk mund të vijë në kurrizë të demokracisë vendore. Mbetet thelbësore që reforma të sjellë shërbime më të mira për qytetarët dhe të jetë në përputhje me standardet evropiane, thuhet në mesazhin e ambasadorit të BE-s në rrjetin social Facebook.
Shumë progresist dhe internacionalist në të dy anët e Atlantikut e mbështesin zgjerimin e Bashkimit Evropian si një projekt paqeje dhe stabiliteti. Ideja është e thjeshtë, antarësimi në BE nënkupton reforma, shtet ligjor dhe siguria fatgjatë. Por sipas mendimit të analistit amerikan Michael Rubin, realiteti shpesh ka qenë më kompleks. Kremlini justifikoi pushtimin e Gjeorgjisë në vitin 2008 dhe agresionin ndaj Ukrainës në vitet 2014 dhe 2022 me narrativën e zgjerimit perëndimor drejt lindjes, ndërsa BE-ja e sheh veten si një klub ekskluziv që prodhon stabilitet. Kritikët argumentojnë se zyrtarët evropian shpesh kanë vendosur dëshirat mbi realitetin gjeopolitik. Rubin sjell si shembull varësinë e Gjermanisë nga projekti i gasjellësit Nord Stream 2, që për vite me radhë u konsiderua një zgjedhje pragmatike, por që më pas u pasi një rrezik strategjik. Ashtu, Brukseli për vite e trajtoi presidentin turk Recep Tayyip Erdogan si një reformator demokratik, përpara se Turqia të akuzoi për rrëshqitje autoritare. Në të njëjtën linjë, Evropa mori drejtimin e dialogut me Iranin 3 dekada më parë, duke besuar se dialogu kritik do të ishte më efektiv se sa presioni amerikan. Sipas kritikëve, kjo qasje i dha Teheranit kohë për të avancuar programet e tij bërthamore dhe raketore. Në këtë kontekst, Rubin dalet tek Shqipëria dhe kryeministri Edi Rama. Ai argumenton se ndonse Shqipëria ka qenë tradicionalisht një vend pro-amerikan dhe aspirant për integrim evropian, zhvillimet e fundit ngren pikpyetje për standarde demokratike. Organizata Freedom House e rendit Shqipërinë si pjesërisht të lirë, ndërsa Transparency International ka raportuar rënje në perceptimin e korrupsionit gjatë vitit të fundit. Rubin kritikon atë që e quan tolerancë të Brukselit ndaj Tiranës zyrtare. Ai përmend presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, i cili ka deklaruar se Shqipëria i përket BE-s dhe ka cilësuar se i pararendse të zgjerimit bashkë me Malin e Zi. Sipas Rubin, një qasje e tillë rrezikon të injorojë problematika të brendshme, përfshirë përdorimin e paraburgimit ndaj figurave politike. Përmendet rasti i ish-kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, si dhe hetimet ndaj liderit të opozitës Ali Berisha, ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj dhe ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu. Në analizën e tij, Rubin paralajmëron se Evropa ka bërë gabime të ngjashme më parë, duke nënvlerësuar shenjat e autoritarizmit në Turqi, përpara se ato të bëheshin të qarta. Mesazhi i forumit është i drejtë për drejtë. Zgjerimi i BE-s nuk duhet jetë një proces automatik apo politikisht i motivuar, por i bazuar në standarde të qarta demokratike dhe sundim të ligjit. Pyetja që shtrohet në fund është nëse Brukseli do të aplikojë të njëjtat kritere të rrepta për të gjithë aspirantët apo do të rrezikojë të përsërisë gabimet e së kaluarës. Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve do duhet paraqes në seancën plenare të 5 marsit një qendrim lidhur me kërkesën e SPAK-ut sa i takon zëvendës kryeministres së pezulluar Belinda Balluku. Për këtë të fundit, Prokuroria Speciale kërkon një autorizim nga Kuvendi për arrestin në kuadër të ashpërsimit të masave të sigurisë, edhe pse në fuqi ka mbetur pezullimi nga funksionet qeveritare, vendimi dhënë nga gjykata e posaçme, ndërsa gjykata kushtetuese u nda 4-4 pa arritur të krijojë një shumicë vendimarrëse lidhur me ankimin e kryeministrit Edi Rama. Ky i fundit u angazhua në proces duke e cilësuar pezullimin nga detyrat të Ballukut nga GKK-o si jo kushtetues, madje ndërmori edhe një seri sulmesh ndaj SPAK-ut dhe gjykatës, duke e konsideruar si një ndërhyrje të një pushteti në territorin e një tjetër pushteti. Në mbledhjen e Këshillit të Mandateve, treshja e prokurorëve të SPAK-ut ka insistuar që Kuvendi të miratojë autorizimin, madje si për të bindur deputetët, deklaruan se Belinda Balluku rrezikon deri në 35 vite burg nëse i provohen akuzat. Opozita e përfaqësuar me 5 deputet në Këshillin e Mandateve deklaroi menjëherë qëndrimin e saj pro kërkesës së SPAK-ut, edhe pse ky institucion anatemohet nga demokratët nga momenti kur Sali Berisha u mori pandehur dhe u vendos në mas siguria arrest me burg në kuadrin e dosjes Partizani, për të cilën akuzohet bashkë me dhëndrin e tij Marbër Maltezi. Demokratët e Berishës në një draft të paraqitur në Këshillin e Mandateve i kërkonin Kuvendit të miratojë autorizimin për SPAK-un, qëndrim ky që tregon se në seancën e 5 marsit ata do të votojnë për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës së pezulluar nga funksionet. Në anën tjetër, socialistët pritet të vendosin në mbledhjen e grupit parlamentar që do të mbahet e njëjtë në pallatin e brigadave. Mbledhja do të drejtohet nga kryeministri Njerazi dhe kreu i PS-s Edi Rama. Grupi të deputetëve të PS-s pritet u shpërndahet një raport që shpreh qëndrimin e 5 ligjvënësve socialist në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve që me shumë gjasa, sipas raportimeve të deritanishme, do të jetë kundër dhënies së autorizimit për arrestimin e Ballukut. Raporti i socialistëve do të mbajë firmën e Ulsi Manjës, kreut të Komisionit Parlamentar të Ligjeve, ndërsa në të do të renditen të gjitha arsyet që shtyn socialistët në qëndrimin që do të mbajnë në seancën e së njëjtës së parë të marsit.
Masa e pezullimit nga detyra tashmë konsiderohet nga socialistët si e ezauruar dhe pavarësisht kërkesës së SPAK-ut për ashpërsimin e kësaj mase, ky qëndrim i prokurorisë speciale konsiderohet i pavend, përsa ko Belinda Balluku ka respektuar masën e parë. Kjo u theksua edhe gjatë mbledhjes së Këshillit Mandateve dhe Imuniteteve, jo vetëm nga deputetët e PS-s, por edhe avokatët e Belinda Ballukut. Prokuroria e posaçme u shpreh se masa e arrestit është e nevojshme, duke thënë ne kemi nevojë që ajo të jetë izoluar pa mundësi për të komunikuar me të tjerët, sepse nëse është jashtë dhe mban komunikime me varësit, ajo mund të kryejë veprime të kundërligjshme përmes varësve të saj. Ajo ka emëruar vetë në pozicion e kyçe si drejtor të besuarit e saj dhe kontakti me ta është një lloj sikur në detyrë publike të ishte vetë ajo. SPAK thotë se Balluku ka intimiduar dëshmitarët me vendin e punës, por edhe persona në emër të saj duke i kërcënuar me vendin e tyre të punës apo familjarëve ose me para në këmbim të ndryshimit të dëshmis. Avokatët e Ballukut pranuan se çështja nuk është e motivuar politikisht, ndërsa kërkuan rrëzimin e kërkesës së SPAK-ut, duke thënë se Balluku nuk është më në detyrë dhe ka zbatuar pezullimin. Balluku është marrë e pandehur për shkeljet barazis në tenderin për tunelin e Llogaras dhe në hetim edhe për 7 lotet e Unazës së Madhe. Tashmë gjithçka do të vendoset në seancën e 5 marsit, atje ku me shumë gjas, Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve do të paraqesë 2 raporte, njëri në emër të PD-s dhe tjetri do të mbajë firmat e ligjvënësve specialist. Seanca do të votojë mbi raportet e paraqitura dhe më shumë se sa një përballje numrash nëse palët do të ndahen deri në fund lidhur me arrestimin e Ballukut. 5 marsi do të tregojë se sa të unifikuar do të jenë palët në momentin e votimit. Nxjerrja e zëdhënësit të tij Batonit për ta quajtur Gjermaninë një vend të korruptuar ishte pika më e ulët e dëshpërimit të Edi Ramës. Berlini zyrtar është kthyer për kryeministrin në armikun më të madh në mandatin e tij të katërt, i cili po përballet me vështirësi në shumë drejtime. Pushteti i tij po përballet me sfida të shumta, njësoj si rrëshqitjet e tokës në rrugët e Shqipërisë. Por përtej zullumit të tij që është trashur aq shumë sa ka nisur të këputet, realiteti është më i rëndë për vendin, e mjaft vështirë për të ndrejshur një ditë kur Edi Rama të bjerë. Marrëdhëniet e Shqipërisë me vendin më të fuqishëm të Europës, Gjermaninë, janë në pikën e tyre më të ulët. Incidenti i fundit me ambasadoren shqiptare në Berlin, që duket e kishte kthyer selin ton diplomatike në një strofull rusësh të dyshimt, që s'është çudi që të jetë një kontingjent spionazhi, ishte vetëm pika që derdhi gotën. Shqipëria është vendi ballkanik me nivelin më të ulët të marrëdhënieve ekonomike tregtare, me lokomotivën e kontinentit dhe me një prej fuqive kryesore të planetit. Gjermania është donatori i dytë më i madh në projekte direkte në vend, ku pjesën më të madhe e zën ndërtimet e ujësjellsve dhe sistemit të kanalizimeve në qytetet kryesore, si edhe ndërtimi i linjave të interkoneksionit të energjisë elektrike. Megjithatë, Shqipëria është vendi i vetëm ballkanik që ka një ndërprerje të frikshme të investimeve direkte gjermane gjatë qeverisjes së Edi Ramës. Pas largimit nga menaxhimi i aeroportit të Rinasit të një kompanie të madhe gjermane, edhe giganti Deutsche Telekom qëndroi shumë pak në fushën e telefonisë celulare. Ndërkaq Edi Rama nuk ka dhënë asnjë koncesion në energjinë e gjelbër, siç janë panelet diellore apo impjantet e energjisë me erë për korporata gjermane. Megjithse gjigantët e kësaj fushë nga Gjermania janë shtrirë në të gjithë rajonin. Në Serbi, Maltëzi, Kosovë, Bosnjë e Maqedoninë e Veriut, aktiviteti gjerman është i ndjeshëm dhe ka dhënë rezultate të rëndësishme për komunitetin dhe buxhetin e shtetit. Në të gjitha konkurset për ndërtimin e porteve të reja, duke nisur nga i Durrësit, por edhe në Vlorë e Sarand, megjithse konkuruan, asnjë kompani gjermane nuk u pranua të përfshihet në terrenin e infrastrukturës në Shqipëri. Edhe pse janë të njohura si më të mirat e më cilësoret në botë, aeroporti i Vlorës nuk ju dha kompanive gjermane, edhe pse pati interesim, madje u bë çmos që të hiqet edhe drejta e menaxhimit nga aeroporti i Muniut. Për të ardhur tek turizmi, asnjë kompani gjermane nuk ka marrë leje për ndërtimin e hoteleve apo resorteve turistike, edhe pse janë mjeshtra të nivelit të lartë. Gjermania është gjithashtu ekselente në industrinë e mikpritjes. Mjafton të përmendet Riviera Spanjolle nga Marbella në ishujt Kanarie, Majorka, Minorca, Ibiza, të gjitha janë kthyer në top destinacione prej kapitalit gjerman dhe turistëve që vinë nga Gjermania, të cilët konsiderohen si ata që shpenzojnë më shumë nga e gjithë kjo kategori. Kroacia është një shembull tipik i përfitimit parave kolosale që shpenzojnë çdo vit turistët gjerman në çdo sezon veror, por edhe më gjerë. Ndërkohë Shqipëria është vendi me numrin më të vogël të turistëve gjerman në rajon. Edhe ata që vinë janë kalimtar, kryesisht në Alpet e Shqipërisë me ekspedita individuale. Ndërkohë në lëmin politik gjithçka është e bllokuar. Kancelarët gjerman kanë vizituar të gjitha vendet ballkanike përveç Tiranës, ndërsa Edi Rama nuk e viziton Berlinin që nga koha e fillimit të mandatit të Olaf Scholz. Relacionet aktuale janë totalisht të ngrira me ardhjen e qeverisë së Friedrich Merz. Gjermania është mbështetja më e fortë e SPAK-ut dhe ndihmon jo vetëm me suport politik, por edhe me asistencë teknike dhe inteligjencë. Pikërisht kjo mbështetje e ka nxjerrë nga shinat Edi Ramën pasi ka zbuluar se gjermanët dinë gjithçka mbi zullumin e tij dhe krimit në rajon. Shembulli më i mirë është rasti i Nikola Gruevskit në Maqedoninë e Veriut, ku gjermanët i dhanë rivalit të tij Zoran Zaev bombat e famshme me përgjimet e qeveritarëve të korruptuar. Frika e madhe e Edi Ramës është se shumë shpejt do të publikohen edhe në Tiranë bombat e tij, moment ku do të rrëzohet edhe kështjella e tij 13 vjeçare.
vjeçare prej RR. Shkruan Gjergj Zefi, Europa po përballet me një fenomen që nuk është më periferi ideologjike, por qendër debati, modeli politik i ndërtuar nga Viktor Orban në Hungari, një model që vetë ai e ka quajtur demokraci liberale. Një formulë që në thelb ruan zgjedhjet si mekanizëm legitimiteti, por zbe balancat institucionale, pavarësinë e medias dhe kontrollin mbi pushtetin. Editorialet e fundit në mediat prestigjioze europiane flasin për një deformim të demokracisë, një shtrembrim gradual të modelit liberal europian, që po zëvendëson balancën institucionale me pushtet të përqendruar. Termi nuk është i egzageruar, kur pushteti ekzekutiv konsolidon kontrollin mbi drejtësinë, kur media publike kthehet në zë të qeverisë dhe kur retorika kombëtare shndërrohet në instrument për të delegitimuar kundërshtarin, kemi të bëjmë me një deformim gradual të modelit liberal europian. Orban nuk është më një përjashtim folklorik në skenën e BE-s, ai është kthyer në referencë për një pjesë të së djathtës kontinentale që sheh në sovranizëm, kufizim të emigracionit dhe centralizim vendimarrje, një alternativë ndaj liberalizmit tradicional. Qëllimi i tij ambivalent ndaj Rusisë dhe skepticizmi ndaj sanksioneve kundër Moskës pas agresionit në Ukrainë kanë vendosur shpesh Budapestin në përplasje me Brukselin, por njëkohësisht kanë rritur profilin e tij si figurë kundër rrymës. Pyetja thelbësore nuk është nëse Orban ka të drejtë apo jo në disa politika specifike. Pyetja është, çfarë ndodh me demokracinë kur modeli i liderit të fortë bëhet aspirat rajonale, kur kontrolli institucional shihet si pengesë dhe jo si garanci? Nëse modeli i ndërtuar nga Viktor Orban në Hungari përfaqëson një deformim të demokracisë liberale brenda Bashkimit Evropian, pyetja që shtrohet për rajonin tonë është më e ndjeshme, apo shfaqen elementë të ngjashëm në vende aspirante? Kritika të përsëritura nga media dhe organizata ndërkombëtare kanë vënë në dukje se qeverisja e Edi Ramës karakterizohet nga një përqendrim i fortë i vendimarrjes në ekzekutiv, dominimi narrativës publike dhe tensionet vazhdueshme me institucionet e pavarura. Edhe pse Shqipëria mbetet formalisht e angazhuar në kursin euroatlantik, perceptimi për kontroll të zgjeruar politik mbi administratën dhe median ushqen debatin nëse Tirana po huazon element të modelit lider qendror që Orban e ka institucionalizuar në Budapest. Diferenca thelbësore qëndron në faktin se Hungaria është brenda BE-s dhe sfidon nga brenda, ndërsa Shqipëria është ende në proces integrimi. Por në të dyja rastet, dilema është e njëjtë: a forcohet shteti duke dobësuar balancat apo dobësohet demokracia në emër të stabilitetit? Në këtë klim, debati mbi demokracinë liberale nuk është filozofik, ai është gjeopolitik. Një bashkim evropian i fragmentuar politikisht dhe ideologjikisht është më pak i aftë të përballet me presionet nga lindja, me sfidat energjetike apo me konkurrencën globale. Dhe kur uniteti zëvendësohet nga vetot brendshme, politika e jashtme e përbashkët dobësohet. Urbanizmi është simptom e një krize më të gjerë, lodhje nga elitat tradicionale, frikë nga globalizimi, pasiguri ekonomike, por zgjidhja nuk mund të jetë reduktimi i lirisë në emër të rendit. Historia europiane ka treguar se kur demokracia fillon të përdridhet, rrallëherë i kthehet e paprekur. Për Shqipërinë orientimi euroatlantik mbetet busull strategjike, por integrimi në BE nuk duhet parë vetëm si projekt ekonomik. Ai është mbi të gjitha projekt institucional. Nëse Europa ndryshon natyrë, edhe projekti ynë europian do të marrë një trajt tjetër. Në fund, betejë nuk është mes së majtës dhe së djathtës, është mes demokracisë liberale me kontroll dhe balancë, dhe një modeli ku shumica shndërrohet në pushtet pothuajse të pakufizuar. Dhe kjo është një dilemë që do të përcaktojë dekadën e ardhshme europiane. Mësojnë shifrat paraprake të planifikuara në lidhje me misionin shqiptar që do të shërbejë në Gaza në kuadër të forcës ndërkombëtare të Bordit të Paqes. Në planin paraprak të strategjisë të bërë nga generali amerikan Esper Jeffers, që do të udhëheqë misionin dhe stafi i tij, mësohet se është planifikuar që Shqipëria do të ketë 300 ushtar, oficerë, ndihmës, mjekë personel së bashku me logjistikën përkatëse. Ende nuk është përcaktuar nëse helikopterët do të merren nga inventari i forcës ajrore shqiptare apo do të përdoret logjistika ajrore e përbashkët. Trupat paqëruajtës të Shqipërisë do të vendosen në qendër të Gazës, përkatësisht në Deir al-Balah, ndërsa trupat e Kosovës do të vendosen në veri të Gazës në kufi me Izraelin. Kosto e mbajtjes së një batalioni shqiptar vlerësohet të shkojë deri në 100 milion euro në vit. Ndërkaq në lidhje me trupat e Kosovës mësohet se mund të shkojë në një kontingjent deri në 250 persona me një kosto vjetore deri në 85 milion euro. Shpenzimet e mbajtjes së efektivit do të jenë në llogarinë përkatëse të shtetit shqiptar dhe atit Kosovës, ku përfshihen edhe pagesat e mundshme
të tarifave qërave apo siguracionet. Sipas dokumenteve të kontratës së Bordit të Paqes, është planifikuar të ndërtohet një bazë ushtarake për 5.000 njerëz në Gaza që shtrihet në një territor rreth 140 hektar. Vendi është projektuar si bazë ushtarake operative për një forcë të ardhshme ndërkombëtare të stabilizimit, e parashikuar si një forcë shumë komshe e përbërë nga trupa si kontribut nga vendet anëtare. Planet e para parashikojnë ndërtimin me faza të një poste ushtarake me një perimetër prej 1400 metrash me 1100 metrat, rrethuar nga 26 kulla rojesh të blinduara të montuara në rimorkjo, një poligon armësh të vogla, bunker dhe një depo për pajisje ushtarake operative. E gjithë baza do të rrethohet nga tela me gjemba. Vendet që dërgojnë trupa janë Indonezia, Maroku, Kazakistani, Kosova dhe Shqipëria. Egjipti dhe Jordania do të mbështesin misionin duke trajnuar oficer policie palestinez. Forca do drejtohet nga generali i ushtrisë amerikane Jeffers, i emëruar komandanti i misionit të ardhshëm të stabilizimit të Gazës nga Këshilli i Trump. Indonezia do të shërbejë si zëvendës komandant. Generali Jeffers konfirmoi se Indonezia ka pranuar rolin e zëvendës komandantit brenda forcës. Presidenti indonezian Prabowo Subianto deklaroi se vendi i tij është gati të vendosë deri në 8.000 trupa dhe tha se Indonezia dëshiron të ndihmojë që kjo paqe të funksionojë në Gaza. Bordi i paqes i Donald Trump po punon me një sipërmarrës teknologjik izraelit për të eksploruar një monedhë të qëndrueshme të mbështetur nga dollari për Gazën me qëllim mbështetjen e rindërtimit ekonomik dhe kufizimin e ndikimit të Hamasit. Sipas Financial Times, monedha e qëndrueshme do të jetë lidhur me dollarin amerikan dhe do të përdoret për të lehtësuar pagesat digjitale, jo për të zëvendësuar tregti në Gaza me një monedhë sovrane. Qeverisja do të përfshi bordin e paqes dhe administratën e përkohshme teknokratike të Gazës. Diskutimet vinë në një kohë kur sistemi bankar i Gazës mbetet i komprometuar rënd. Qasja në paratgatshme ka qenë kufizuar që nga viti 2023 për shkak të shkatrimit të bankomateve dhe kufizimeve në shpërndarjen e valutave fizike. Bordi i paqes kryesohet nga Donald Trump në Macron, ndërkohë shefi operativ apo ekzekutiv do të jetë dhëndri i tij Jared Kushner. Pikërisht Kushner, i cili ka planifikuar të nisë një ndërmarrje të madhe biznesi turistik në ishullin e Sazanit e në Zvërnec, mësohet se ka hedhur idenë që në portin e Vlorës të vendoset qendra e furnizimeve për trupën dhe administratën ndërkombëtare në Gazë, si edhe rreth saj të ndërtohen hubet apo magazinat e mëdha të furnizimit logjistik. Kjo jo vetëm në kuadër të trupave ndërkombëtar dhe administratës, por mbi të gjitha të lidhura me mega investimet që priten të kryhen në Gaza me paratë e disa vendeve arabe. Pikërisht këtu ka shpërthyer edhe një garë forte marrjes së koncesioneve përkatëse që nevojiten për të gjitha shërbimet apo punët e mëdha të cilat kërkojnë edhe një sasi të madhe furnizimesh. Nëse arrit të jetë Shqipëria si një nyje logjistike, kjo do të sjellë një aktivizim dhe qarkullim ekonomik, pavarësisht se kontraktorët e mëdhenj do të jenë korporata të mëdha ndërkombëtare. Gjithsesi, aktiviteti i kësaj logjistike mund të prodhojë punë e shërbime të shumëllojshme që mund të krijojnë një rritje ekonomike. Siç mësohet në garë është edhe Çipro, e cila është aktualisht një hubi i rëndësishëm strategjik për furnizimin e lindjes së mesme, por nga që ajo ka kontroll të rëndësishëm të britanikëve dhe Izraelit, shihet me dyshim nga donatorët arab. Negociatat deri në këto momente po zhvillohen frenetike në parim, pasi zbatimi në praktik i planit është ende larg realitetit. Unë i ndërroj partitë për të mbrojtur parimet e mia, nuk i ndërroj parimet për të mbrojtur partinë. Winston Churchill. Në këtë apel në thelbat dhe dashës, janë përmbajtur me thjeshtësi këtij parimi ndriçues, që duhet të jetë busulla e çdo shërbyesi publik. Njëkohësisht janë vetë diësuar për rrisqet e rritura kërcënuese ndaj demokracisë, edhe nga dy apele të personaliteteve që më kanë frymëzuar për t'i drejtuar këtë thirrje publike forumeve të Partisë Socialiste. Konstatimi i Einsteinit se bota nuk është një vend i rrezikshëm për shkak të atyre që bëjnë të keqen, por për shkak të atyre që rrinë e vështrojnë pa bërë asgjë. Ky mesazh është një goditje ndaj heshtjes son kolektive. Nëse PS-ja është ndërruar në një model autokratik, kjo nuk ka ndodhur vetëm prej vullnetit të babzitur të Ramës, por sidomos prej heshtjes komprometuese të njerëzve të mirë brenda saj, të cilët nuk reaguan dhe nuk reagojnë kundër atyre që bëjnë të keqen. Vdekja e demokracisë pa tanke. Në vendet ku qytetarët binden se vota e tyre nuk vlen më, autokracitë nuk vinë me tanke, por përmes apatisë dhe dorëzimit. Profesor Snyder paralajmëron se rreziku më i madh nuk është dhuna fizike, por bindja e kultivuar se ndryshimi është i pamundur. Kur qytetari dhe antari i thjeshtë i partisë dorëzohen, aristokracia e re e korruptuar nuk ka më nevojë për forcë, pasi e ka vrarë shpresën. Në librin e tij bestseller O Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century, Profesor Snyder argumenton se tirania moderne, neo-autoritarizmi, nuk vjen me marshime ushtarake apo grushte shtetit të dhunshme, por përmes dorëzimit paraprak të qytetarëve dhe gërryerjes graduale të institucioneve, kur njerëzit heqin dorë nga besimi te vota dhe e vërteta.
Analiza e mëposhtme ndahet në dy pjesë: dështimet e atij si kryetari i PS-s për 21 vite dhe dështimet kushtueshme për rreth 14 vite si kryeministër i babzitur në qeverisjen e vendit. Profili si kryetari i PS-s dhe azhësimi i demokracisë partijake përfshin gjenezën e korrupsionit dhe vjedhjes së pronave, që në hapat e para i kontrolloi profilin e tij përmes korrupsionit në investimet e dikasterëve, mos kompensimit të pronarëve dhe keq përdorimit të pronave publike për interesa klienteliste. Mentaliteti letat ces moi, shteti jam unë, qeverisja me spatën në dorë, që nga bashkia ishte prova e një mentaliteti anti-shtet, ku vullneti personal mbi vendoset egërsisht mbi institucionet. Mungesa e qelizave shtetformuese. Ai ka konfirmuar në çdo post se nuk zotëron asnjë qelizë shtetformuese. Ai udhëhiqet nga makiavelizmi. Më mirë të më kenë frikë se sa të më duan, duke shkelur ligjet për hir të fuqisë. Vrasja e demokracisë së brendshme. Ai eliminoi me vetdije garën dhe proceset konkurruese brenda PS-s, përjashtoi mira socialistë të ndershëm si xhaketat e vjetra dhe i zëvendësoi me xhaketa të lyrosura nga yndyrnat e ndotura nga babzia. Shpikja e rilindjes si model autokratik, si lider i imponuar, ai tetërsoi simbolet e PS-s duke krijuar rilindjen, një strukturë që promovon vetëm të fortët dhe besnikët e verbër, duke e kthyer misionin demokratizues në një sekt autokratik. Lufta ndaj sindikatave. Ai është i vetmi lider i të majtës që luftonte rolin kontrollues të sindikatave, duke u bërë thirrje bizneseve italiane. Hajdeni investoni në Shqipëri sepse këtu nuk ka sindikata. Pra hajde i shtypni punëtorët shqiptar, si sklever. Kriminalizimi i përfaqësimit. Ai është i pari lider që zëvendësoi njerëzit me integritet me individ me CV kriminale. Dekriminalizimi, hetimet dhe arrestimet e kryetarëve të bashkive e ministrave dardhëngrënës janë dëshmi e këtij zëvendësimi fatal. Dhe pazari i kushtetutës 2008, ndryshimi i kushtetutës në historinë tonë politike do të mbetet një njollë zezë. Pazar më i pamoralshëm vetëm për mbijetesë personale. Përmes tij, ai në bashkëpunim të përhershëm me atë, i ktheu partitë në prona private të kryetarëve. Jam me ndërgjegje të pastër që nuk votova pro ndryshimeve vrastare të demokracisë, edhe pse e dija se do të paguaja një çmim personal. Çdo lider do të lërë pas trashëgiminë e tij. Trashëgimia e tij si lider i rilindjes do të jetë e turpshme, por jo vetëm për të. Ai do të lërë pas një parti pa shpirt demokratik dhe një parti shtet që do të jetë pengesa kryesore e integrimit evropian. Kjo sepse ai e shndërroi partinë në SHPK, vrau demokracinë e brendshme, vrau mendimin ndryshe apo alternativ, shkatërroi meritokracinë duke zëvendësuar socialistët dhe çdo shqiptar me integritet. Me manekinët e tij të verbër dhe të babzitur, dëmtoi rënd profilin dhe kontributin e PS-s, parti me demokraci të brendshme dhe modernizuese, nga një parti me fokus shërbëtor për kohezion dhe solidaritetin social në parti shtet në shërbim të oligarkëve. 14 vite kryeministër, bilanci i dështimit dhe gropat financiare, agresiviteti ndaj qytetarit, mungesa e kohezionit social shfaqet te burgosja për faturat e dritave, rrëmbimi i pronës pa kompensim dhe prishja e shtëpive në mes të dimrit pa krijuar skemën e mbrojtjes sociale, ku përfshihet edhe e drejta për ujë, bukë, ushqime. Kryetari shtektar dhe gropat e zeza, mungesa në detyrë. Ai mburret me udhëtimet, por ai është i pari kryeministër që mungon dhe ka deklaruar drejtimin e mbledhjeve të qeverive, deri edhe në mënyrë të palishme, më shumë se çdo kryeministër tjetër. Gropa financiare. Ai ka krijuar gropën më të madhe në financat publike. Vendimet e gjykatave evropiane si rasti Beketi me rreth 150 milion euro, qindra miliona euro në pritje në GED1, miliardet e eurove nga pushimet antiligjore dhe hakmarrse janë deri miliarda euro që do të rëndojnë brezave. Bllokimi i fondeve. Ai është i vetmi kryeministër në Ballkan që janë bllokuar nga BE-ja për disa vite 100% e fondeve IPARD. Shkaku, korrupsioni dhe babzia, korrupsioni infrastrukturor, miliarda euro të vjedhura tek Akshi dhe shumë rrugë të shkatëruara njëkohësisht në të gjithë territorin e vendit, që po shkatërohen nga yjet e zeza të korrupsionit. Ai ka reduktuar në më shumë se kushdo kryeministër tjetër kontrollin qytetar dhe parlamentar të fondeve të zeza, duke rritur tenderet sekret dhe aktet normative, prova të qeverisjes së babzitur dhe të kriminalizuar. Pandëshkueshmëria e kryebariut. Ndërsa një bari dënohet se djeg një kullot me disa vite burg dhe miliona lek, ai kryebariu ynë që djeg miliarda taksa nga babzia nuk mban asnjë përgjegjësi. Ai instaloi modelin e hakmarrjes primitive ndaj çdo kritikuesi publik dhe me PPP të krijoi oligarkët strategjik. Megalomania në politikën e jashtme. Kosova, ai tentoi sistemin e kujdestarisë, duke atakuar liderët legjitim të saj. Projekti Schengeni Ballkanik dhe Ballkani i hapur, i shtyr nga ëndra shekspiriane për një Nobel personal, tentoi që me shkëmbimin e territoreve të hapte kutinë e Pandorës, që Evropa e kundërshtonte në mënyrë të panegociueshme. Pasojat e kësaj megalomanie
kulmua në arrestimin e Thaqit, te dera e avionit ku do të shkonte të nënshkruante shkëmbimin e territoreve, diplomacia e batutave. Ai shpesh zëvendëson etikën shtetërore me sjellje pa etikë ndaj liderëve dhe institucioneve ndërkombëtare. Me mendje lehtësia ai synonte ta kthente bordin e paqes në bordin e turpit, duke tentuar të turpëronte çdo kryetar shteti në atë tavolinë që financonte gjykatën e Hagës. Sipas logjikës së atij, më të turpëruarit duhet të ishin liderit e Kosovës, që e themeluan këtë gjykat, po Thaçi, Jakupin, Selimi dhe vund të ardhmen e Kosovës mbi kostot dhe ambicjet personale. Raporti me SBA, ai tentonte të nxiste presidentin Trump kundër prokurorit të arrestimit të Thaqit, pasi Smith kishte hetuar edhe Trump. Presidenti Trump dhe stafi i tij politikave strategjike ka kohë që nuk dëgjojnë nga veshi ku provokohen me dijen e tij provokuese. Legacia e autokratëve dhe neo-diktatorëve, sipas simptomave të listuara, trashëgimia që lën pas autokratët modern nuk është stabiliteti, por rrënimi si institucione fasad, ngrehina që funksionojnë vetëm si zyra të noterizimit të vullnetit të liderit, kriminalizimi i meritokracisë, zëvendësimi i meritës me manekinët dhe individet me CV kriminale, gropa financiare varfëruese, izolim dhe varfërim përmes bllokimit të fondeve të BE-s dhe gjobave miliardçe nga GJED1, dhe vakumi i rënjes, individet anti-shtet lën pas një grop të zezë politike, financiare dhe shpirtërore, si litari të mbyturit politik, për rikthim plot urrëtie. Rruga e vetme që i mbetet atij për të shpëtuar nga kjo trashëgimi turpëruese është vetëm dorëheqja. Kjo sepse ai me vetdije dhe nën përbindëshin e babzisë shndërroi PS-n dhe qeverisin e shtetit në SHPK. Churchill, i cili mbrojti parimet duke sakrifikuar partinë. Jam i bindur që edhe përpara kësaj mbledhjeje do t'i ketë dërguar atij ca këshilla dorëheqëse, por që ndoshta fatkeqësisht edhe mund të vënohen se diella ka disa javë në vetdistancimin higienik. Shënim sqarues për gjuhën e apelit publik. Në rrugtimin tim drejt mbrojtjes së parimeve, më ka mahnitur gjithmonë stili i shkrimtarit Koço Costa dhe guximi i tij në mesin e viteve 80 me novelën Për vete, ata të dy e të tjerë, botuar në revistën Nëntori. Përdorimi genial i përemrave në vend të emrave nuk ishte thjesht një zgjedhje stilistike, por një mjet mbrojtës për të goditur fenomenet e diktaturës, pa përmendur emrat e diktatorëve. Ishte një vepër aq tronditëse për regjimin, sa jo vetëm që ndaluan botimin e pjesës së dytë, por urdhëruan edhe grisjen e pjesës së parë nga revista. Ky akt i grisjes së të vërtetës mbetet për mua simboli më i pastër i luftës mes integritetit të individit dhe babzisë së pushtetit. Kryeministri Edi Rama ditën e sotme shfrytëzoi mbledhjen e grupit parlamentar për të ngritur shqetësime mbi klimën politike dhe veprimet e prokurorisë së posaçme, duke i lidhur ato me sfidat që, sipas tij, po ndikojnë në drejtimin e vendit. Ai deklaroi se Shqipëria ndodhet në një moment vendimtar dhe se shumica duhet të rrisë përqendrimin në objektivin e antarësimit në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Rama kërkoi më shumë disiplinë të brendshme, vetë korrigjim dhe debat mes deputetëve, por theksoi se në fund të gjithë duhet të përqendrohen në një pikë të vetme. Pas o kohë populli s'kishte parë gjë, se nuk ishte ardhur flama e kanaleve dhe portaleve të ujrave të zeza mediatike. Tenxheria e vetme ishte tellalli i qytetit. Sot tellateve dinjeshtrave dhe bishtave janë pas çdo butoni që shtyp për të marrë ndonjë ber ditës. Nuk kemi ç'ti bëjmë, as tellahanës madhe që na solli jetat jetojmë duke qenë në krye të vendit në këtë moment kyç. Në rrezik është përqendrimi ynë në udhëheqjen e vendit. Duhet rrisnim përqendrimin në punët e mëdha e të vogla, të shtojmë forcat dhe për të komunikuar sa më shumë. Të përpiqemi dhe më shumë të vetë korrigjohemi. Jepni idetë tuaja dhe debatojmë së bërnshmi se si gjërat duhen bërë më mirë. Por pasi debatojmë dhe ndajmë njëri tjetrin opinione, duhet përqendrohemi në një pikë: Shqipëria në BE në vitin 2030. Në të njëjtën kohë, ai drejtoi kritika të forta ndaj asaj që e cilësoi si zhurmë mediatike dhe si lëvizje të prokurorëve në prag të mandatit të ri të SPAK. Sipas tij, në disa raste janë lëshuar masa arresti që nuk përbëjnë domosdoshmërisht çështje penale ose që mund të hetohen në gjendje të lirë. Rama përmendi rastin e Durrësit, ku sipas tij u pren 10 flet arresti, përfshirë ndaj një punojëseje që përballej me sëmundje të rëndë dhe kishte fëmijë të mitur. Shqipëria në BE nuk është një tjetër etapë e zhvillimit, është histori, dhe pa diskutim nuk është e lehtë të përqendrohesh në kushtet që përtej zhurmës përditshme të bombave artizanale që plasin tenxhereve. Ka filluar dhe një lëvizje prokurorësh që janë turrur në garën e mandatit të ardhshëm të SPAK, duke prerë flet arreste me tufa, në rastin më të mirë që nuk janë fare çështje penale, ndërsa në rastin më të keq hetohen gjendje të lirë, siç ishte rasti i Durrësit, ku vetëm prokurori mbeti pa i prerë vetes fletën e arrestit, ndërkohë që 10 flet të prera nuk u kursye asnjë punojëse model, 5 vite në luftë me kancerin dhe me fëmijë 2 muajsh në gjë, apo duke shpërndar flet thirrje për paraqitjen prokurori me sasinë e biletave të teatrit deri për absurditetet skajshme, siç është një rast emblematik ku një ndërtues pa leje
dhe cilit i është konfiskuar ndërtimi për të strehuar aty brenda një agjencie shtetërore, ka gjetur rrugën e prokurorisë për të kallëzuar shtetin. Prokuroria ka hapur çështje penale për punonjësit e shtetit, që futën agjencinë e shtetit në godinën e ndërtuar pa leje. Me siguri do thonë që sapo kam ndërhyrë në punë të drejtësisë. Jo, sot do them vetëm një të mitën që kam për të thënë. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andreas Schieder, ka paraqitur draft raportin dhe draft rezolutën për situatën politike dhe funksionimin e standardeve demokratike në vend. Dokumenti evidenton se klima politike mbetet e polarizuar dhe se janë shfaqur sinjale për presion ndaj votuesve gjatë periudhave elektorale. Schieder thekson se kuadri ligjor për zgjedhjet konsiderohet përgjithsisht i përshtatshëm dhe i harmonizuar me standardet europiane. Megjithatë, ai vëren se tensioni politik, retorika e ashpër dhe përplasjet e vazhdueshme mes mazhorancës dhe opozitës po ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e kontrollit parlamentar. Sipas draftit, kjo situatë ka dobësuar rolin mbikëqyrës të kuvendit dhe ka ulur besimin e qytetarëve te institucionet. Raporti përmend se javët e fundit polarizimi është thelluar, përfshirë tentativa për mobilizime dhe protesta në rrugë. Schieder kërkon reagim institucional për të garantuar standardet zgjedhore, administrimin e paanshëm të procesit dhe mbrojtjen e votuesve nga çdo formë presioni apo ndikimi të palishëm. Në pjesën që lidhet me korrupsionin, ai pranon se reforma në drejtësi ka prodhuar zhvillime konkrete dhe se procesi i reformave ka sjellë progres të matshëm. Megjithatë, ai kërkon hetime të nivelit të lartë dhe vendime përfundimtare gjyqësore ndaj zyrtarëve të lartë. Sipas raportit, çështjet e korrupsionit në nivelet e larta të administratës dhe politikës mbeten problematike dhe kërkojnë rezultate të prekshme. Draft rezoluta vendos theks të veçantë te forcimi i institucioneve të pavarura, te garantimi i lirisë së medias, te rritja e transparencës në financimin e partive politike dhe te konsolidimi i shtetit të së drejtës. Dokumenti pritet të diskutohet në komisionet përkatëse dhe më pas në seancë plenare, ku deputetët do të votojnë versionin përfundimtar të rezolutës për Shqipërinë. Teksa Shqipëria zjen nga skandalet qeveritare, Edi Rama organizoi një mbledhje të grupit parlamentar, mbledhje për të hedhur hi syve shqiptarëve dhe për të dërguar mesazh drejt drejtësisë se nuk mund t'u afrohet më shumë. Përveç fjalimit 2 orësh të Ramës, i cili nuk foli për asnjë moment për korrupsionin që ka skandalizuar BE-n apo skandalet me rrugët e Shqipërisë, që prej mëngjesit janë duke folur ministrat, të cilët po bëjnë garë kush e kush të tregojë se ka qenë më i suksesshëm. Teksa Juglindja është izoluar tërësisht dhe qindra qytetarë udhëtojnë për orë të tëra për të shkuar në Korçë dhe Anasjeltas. Para disa javësh u përmbytën Durrësi, Vlora, Gjirokastra e të tjerë. Ministri Piero Vengo ka folur për rritje të fondeve për rrugët dhe emergjencat. Së fundmi 10 milion euro fondi sapo shpërndar për diga, prita lumore dhe ura për të gjitha bashkit. Rinovimi i flotës kombëtare të emergjencave, të zjarrfiksëve. Kemi 2 milion euro shtesë ku Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe Kajo do të prodhojnë Made in Albania dhe në maj do të kemi fillimin e këtyre mjeteve që do të shpërndahen për bashkit. Fokusi është parandalimi në aspektin e pritave lumore dhe adresimin e dëmeve të përmbytjeve të muajve të fundit, tha mes të tjera Zhvengu. Nga ana tjetër, teksa shqiptarët kanë ikur dhe po zëvendësohen me bangladeshas dhe pakistanez, Ministria e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin Adea Pirdeni është shprehur se punësimet do të bëhen me inteligjencë artificiale. Gjithashtu do të kemi një portal tërësisht të rishikuar të punësimeve në administratë, në bashkëpunim me Ministrin e Ekonomisë dhe Inovacionit, për të garantuar që të gjitha thirrjet e pozicioneve vakante në administratë publike, qofshin të shërbimeve civile apo jo, përfshirë këtu edhe të gjitha shoqëritë aksionere me pronësi shtetërore, të publikohen përmes portalit, si dhe portali përmes një elementi injektimi të inteligjencës artificiale, të mund të bëjë edhe përputhjen mes çdo kandidati dhe çdo pozicioni pune që është vakant, tha Pirdeni. Në të njëjtën linjë ishte edhe ministri i financave Petrit Malaj, i cili sheh ëndra me sy hapur. Sipas tij synohet riaktivizimi i fondeve IPARD, gjë që nuk e ka në dorë qeveria, teksa sërish u fiksua te inteligjenca artificiale. Ndërsa ministri Albana Koçiu foli për adresat, ndërtimet pa leje dhe Smart City, por për asnjë moment për krimin dhe bandat. Smart City janë 5.000 kamera cilësore që do të montohen në rrugët kryesore. Janë mbi 20 shkolla që do të monitorohen. Të gjitha këto për të rritur më shumë standardin dhe sigurinë e komuniteteve tona, shtoi Koçiu. Pra duket se mbledhja sot ka qenë një mbledhje ku Rama po tenton të përmirësojë imazhin përballë presioneve nga jashtë, protestave nga brenda dhe opinionit qytetar.
Kryeministri Edi Rama ka ndërmarrë një riformatim të rëndësishëm të kabinetit qeveritar gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë, duke prekur disa nga postet kyçe të ekzekutivit. Ndryshimi më i spikatur është emërimi i Albana Koçiu në detyrën e zëvendës kryeministres. Ajo zëvendëson Belinda Ballukun, e cila largohet jo vetëm nga ky post, por edhe nga drejtimi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës. Në krye të kësaj ministrie emërohet Enea Karakaçi, i cili merr përgjegjësinë për një nga sektorët më strategjik të vendit. Ndryshime ka edhe në diplomaci. Në krye të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme vendoset Ferit Hoxha, ish ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Emërimi i tij shihet si një lëvizje që synon forcimin e profilit ndërkombëtar të vendit në një moment sfidash diplomatike. Rokada vijon edhe në sektorin e drejtësisë dhe sigurisë. Besfort Lamallari largohet nga drejtimi i Ministrisë së Drejtësisë për të marrë postin e ministrit të brendshëm, ndërsa në krye të Ministrisë së Drejtësisë emërohet Toni Gogu, në një kohë kur reformat në sistemin e drejtësisë mbeten në fokusin e debatit publik. Po ashtu Eriona Ismaili merr detyrën e ministres për marrëdhëniet me parlamentin, një rol kyç në koordinimin mes qeverisë dhe kuvendit. Këto ndryshime prekin disa nga postet më të rëndësishme të qeverisë dhe pritet të hyjë në fuqi pas përfundimit të procedurave përkatëse parlamentare, duke sinjalizuar një fazë të re në drejtimin e ekzekutiv të vendit. Kryeministri Edi Rama ka kapur në befasi socialistët ditën e djeshme në mbledhjen e grupit pasi vendosi të bëjë 7 ndryshime në qeveri. Rama largoi nga postet Belinda Ballukun, Pirro Vëngun dhe Elisa Spiropalin, teksa Lamallarin e dërgoi te Ministria e Brendshme Toni Gogun te Drejtësia, ndërsa zëvendës kryeministre u bë Albana Koçiu. Ndërkohë në qeveri janë afruar 4 emra të rinj. Eriona Ismaili është emëruar ministre për marrëdhëniet me parlamentin. Ajo është deputete e PS-s në Vlorë, e zgjedhur një vit më parë. Ajo ka lindur më 6 mars 90 në Sarand. Ismaili ka studiuar për drejtësi në vitet e fundit, ka shërbyer si koordinatore rajonale në projektin Zviceran Bashki të Forta. Ferit Hoxha do të zëvendësoj Elisa Spiropali në postin e ministres së jashtme. Hoxha është lindur në qytetin e Shkodrës, ai u diplomua në vitin 88 në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Gjuhë dhe Kulturë Frënge, Universiteti i Tiranës. Ai është diplomuar edhe në Institutin Hollandez të Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Hag. Eksperiencën e parë si diplomat ai e nisi në vitin 91 në Ministrinë e Jashtme, më pas në vitin 98. Emërohet ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot shefi i misionit të Republikës së Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian Bruksel, post të cilin e mban deri në vitin 2001. Më pas në vitet 2001-2006 emërohet ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot pranë Republikës Franceze në Paris dhe në vitet 2003-2006 ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot në Republikën Portugeze me rezidencë në Paris. Nga viti 2006 deri në vitin 2009 është sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Në vitin 2009 emërohet ambasadori i Shqipërisë në OKB, por është gjithashtu i akredituar si ambasador edhe për Kubën. Enea Karakaçi do të zëvendësoj Belinda Ballukun në postin e ministrit të transportit dhe infrastrukturës. Karakaçi u diplomua në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë në vitin 2009 dhe kreu masterin për drejtësi në Universitetin e Amsterdamit në 2010 për ligjin e Bashkimit Evropian. Ai aktualisht është administratori i kompanisë OSHE Group. Më parë ka mbajtur pozicionin e drejtorit përgjithshëm për politikat dhe zhvillimin e energjisë dhe industrisë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Në këtë pozicion ai kishte për detyrë zhvillimin e politikave dhe strategjive për energjinë në përgjithësi, energjinë rinovueshme, naftën dhe gazin, mineralet dhe eficiencën energjetike në Shqipëri. Më para ai ka qenë në entin rregullator të energjisë, më vonë u punësua në Ministrinë e Energjetikës, ku edhe mbajti poste të ndryshme. Ermal Nufi u emërua ministri i mbrojtjes, duke zëvendësuar Pirro Vëngun. Aktualisht ai mban pozicionin e zëvendës sekretarit përgjithshëm të kryeministrisë. Ai ka përfunduar studimet e nivelit master në drejtësi pranë Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit të Tiranës në vitin 2010. Nga viti 2021 Nufi ka mbajtur pozicionin e këshilltarit ligjor të ministrit të infrastrukturës dhe energjisë, si edhe ka shërbyer në pozicione të ndryshme brenda administratës publike shqiptare. Me vendim të Këshillit të Ministrave, ai është emëruar kryetari i bordit menaxhues të Autoritetit Rrugor Shqiptar, antar i Këshillit Drejtues të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si edhe ex officio kryeson bordin e Agjencisë Shtetërore të Informacionit Gjeohapësinor. Edi Rama deklaroi dje në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste se jemi si ekip basketbolli dhe do të ketë ndërrime të shpeshta. Por në fakt, shumica nga lojtarët që futin në ndeshje nuk janë fare pjesë e skuadrës së Partisë Socialiste. Ata janë thjesht pjesë e partisë më të fuqishme dhe më me pushtet në vend, pjesë e klaneve të Edi Ramës. Të paktën 3 ministrat më të rëndësishëm të kabinetit, ai i jashtmi, infrastrukturës dhe i mbrojtjes, nuk janë personazh të zgjedhur në PS apo nga forumet e saj, por vetëm aparatçik të besuar të kryeministrit. Një
nga largimet më të bujshme në kabinet ishte ai Elisa Spiropalit, pas vetëm 5 muajsh në krye të diplomacisë, ndërkohë që vinte nga posti i kryetares së kuvendit. Pasi hapi fushatën e 11 majit me devizën se kryeministrja e ardhshme e PS-s do të jetë grua, e të gjithë nisën të vinin baste ombi Belinda Ballukun, ombi Elisa Spiropalin, Edi Rama i spostoi të dyja. Çdo se bepa po thashë themi përhapur nga kuzhina e tij e dizinformacionit mbi argumentet e heqjes, është mbi të gjitha i pavërtet ose jo plotësisht i sakt për ta kryer këtë operacion. Largimi nuk ishte gjë tjetër vetëm një akt politik prej autoritari, në mënyrë që në një rast rrezikut mos ketë rreth e rrotull asnjë personazh që mund të konsiderohet prej partnerëve një mundësi zëvendësimi së paku ad hoc në një qeveri kujdestare nëse Edi Rama përballet me drejtësinë. Kërkon të mbetet alternativa e vetme dhe e pazëvendësueshme deri në fund. Të gjithë personazhët janë kurban të zgjatjes pa logjik dhe me zor të mandateve të kryeministrit. Ndërkohë njerëzit që ka marrë në kabinet, përveç se janë askushi në politik, të afërt në marrëdhënie, janë edhe të shantazhueshëm për çdo hap të gabuar që mund të bëjnë nëse flasin andej këtej jo mirë për mbretin, siç edhe e ka akuzuar Elisën se ka llapur për mua në Washington. Kështu ministri i jashtëm Ferit Hoxha vërtet është një diplomat me përvojë në shërbimin diplomatik, që prej kohës së Sali Berishës ka bërë monopol përfaqësitë e OKB-s në New York dhe të BE-s në Bruksel, por ka mjaft të re të zeza që bjen mbi këtë përvojë. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme në kohën e mandatit të dytë të PD-s në 2005 u bë ambasador në OKB. Pikërisht në atë kohë, kësaj përfaqësie i humbi laptopi që përmbante informacione të klasifikuara nga rrjeti i NATO-s dhe i vendeve aleate. Në atë kohë mediat dhanë dyshimet e aleatëve që këto sekrete kanë përfunduar në duart e shërbimit rus GRU. Duke ardhur në ditët e sotme, ku një familjar i afërt i ministrit të propozuar Gzim Hoxha, përkatësisht i vllai i Feritit, është nënhetim në kuadrin e dosjeve të Akshit, kompania e tij e teknologjisë, ka dyshime të forta se është patërice koordinatori të krimit Ergys Agasi. Me kërkesë të SPAK-ut dhe vendim të gjykatës së posaçme, Gzim Hoxha është proceduar penalisht si pjesë aktive e grupit të strukturuar kriminal Agasi, me mas siguri e ndalimi daljes jashtë Shqipërisë, për pjesëmarrje formale në tender, lëshim fatura shtatimore dhe transaksione fiktive ndaj kompanive që nuk ishin pjesë e tenderimeve. Të gjitha këto cene i di kushdo, jo vetëm Edi Rama, i cili i ka bërë këto lëvizje, vetëm që të mbaj SPAK-un larg vetes, duke i ofruar mish të kuq për të shijuar, larg zyrës me ojna, për të cilën i ka hyrë Tartakuti. Ndaj është bërë paranojak edhe më shumë, duke mos takuar askënd dhe duke shtuar rojet personale që e transferojnë në vende sekrete ku kalon natën, që e bën duke e ndëruar vend shpesh, si Nicolas Maduro në ditët e fundit të tij. Elisa Spiropali ka reaguar për herë të parë pas shkarkimit nga posti i ministres për Europën dhe punët e jashtme në kuadër të ndryshimeve të fundit në qeveri. Përmes një mesazhi publik ajo e cilësoi përfundimin e mandatit si mbyllje të një funksioni, por jo të angazhimit të saj politik. Në reagimin e saj ajo falenderon Partinë Socialiste dhe kryeministrin për besimin e dhënë. Spiropali thekson se integrimi europian dhe forcimi i shtetit të së drejtës mbeten busulla e angazhimit të saj politik. Ajo e mbyll mesazhin duke theksuar se pozicionet janë kalimtare, ndërsa gjurma është zgjedhja e vetëdijshme, duke lënë të kuptohet se do të vijojë angazhimi në jetën publike edhe pas largimit nga detyra ministrore. Reagimi i plotë i Elisa Spiropalit. Dje përfundoi një detyrë, por jo një rrugtim. Në jetën publike funksionet mbyllen me një vendim, ndërsa përgjegjësia vazhdon me ndërgjegjen. Politika është një territor ku koha lëviz shpejt, por kujtesa lëviz ngadalë. Në fund ajo që mbetet nuk është posti që ke mbajtur, por mënyra se si e ke mbajtur atë dhe çfarë peshe i ke dhënë fjalës dhe qëndrimit tënd. Shërbimi ndaj Shqipërisë për mua ka qenë dhe është i lidhur pasgjithshmërisht me dashurinë për Shqipërinë. Zgjedhje e vetëdijshme dhe jo aksident karriere, një akt besimi se vendi ynë mund dhe duhet të qëndrojë në anën e dur të historisë, ashtu siç në momentet kyçe të saj Shqipëria ka ditur të zgjedhë orientimin perëndimor, edhe kur kjo zgjedhje ka qenë e vështirë. Nga koha kur ilindasit kërkonin dritë në Europë, te vendimi historik për anëtarësimin në NATO dhe rruga drejt Bashkimit Evropian, projekti ynë kombëtar ka qenë gjithmonë projekt për të bërë pjesë e qytetërimit politik që ndërtoi shtetin e së drejtës, dinjitetin institucional dhe njerëzor. Në këtë kuptim, detyra ime si ministre e jashtme nuk ishte thjesht funksion, por vazhdimi i një narrative historike që e sheh Shqipërinë si pjesë e pandashme të perëndimit politik. Jam mirënjohëse Partisë Socialiste dhe kryeministrit për besimin e dhënë ndër vite, sepse mirënjohja është kulturë politike dhe jo në nështrim personal. Ne kemi ndërtuar së bashku një model që e ka zhvendosur Shqipërinë nga psikologjia e tranzicionit drejt normalitetit europian, duke zgjedhur reforma kur ishte më e lehtë të zgjidhej kompromisi me mediokritetin dhe duke zgjedhur përgjegjësinë kur populizmi ofronte duartrokitje të shpejta. Ky model nuk është i përsosur, por është i qartë në orientim dhe i vendosur në qëllim.
Kam besuar dhe vazhdoj të besoj se politika nuk është zotrim apo pronësim, por kujdestari e përkohshme. Institucionet janë më të mëdha se individët, por janë individët ata që u japin natyre frym, ton dhe karakter. Në çdo funksion që më është besuar si deputete, kryetare kuvendie, ministre, kam zgjedhur të jem zë me bindje dhe jo jehon pa pesh, sepse dinjiteti i shtetit mbrohet jo vetëm me marrëveshje e dokumente, por me qëndrimin që mban kur përfaqëson flamurin tënd përballë të tjerëve. Në Europën politike nga De Gasperi te Schuman, modeli që mbeti ishte ai burgshtetasit që ndërton mbi parime dhe jo mbi kalkulime afatshkurtra, dhe ky mbetet edhe për mua standardi ideal i shërbimit publik. Vendimet politike janë pjesë e një vizioni më të gjerë dhe si të tilla respektohen, por historia personale e secilit prej nesh nuk matet me kohëzgjatjen e një mandati, as me fuqinë e përkohshme politike, por me gjurmën që lë në kulturën politike dhe morale të vendit. Në histori, figurat që mbeten nuk janë ato që mbajnë më gjatë pushtetin, por ato që nuk relativizojnë kurrë karakterin, sepse dinjiteti nuk është dekorat ceremoniale, por qëndrueshmëri përballë kohës dhe aftësi për të mos u friksuar as nga e kaluara as nga e ardhmja. Socialistëve u detyrohem gjithmonë besnikëri ndaj idealeve dhe jo ndaj komoditetit, sepse e majta europiane që kemi synuar të ndërtojmë në Shqipëri nuk është retorik, por përpjekje për drejtësi sociale, shtet funksional dhe integrim të pakthyeshëm në Bashkimin Evropian. Këto janë busullaj që nuk ndryshojnë me rrethanat dhe nuk zbehen me rotacionin e detyrave. Forca e një projekti politik matet nga aftësia për të prodhuar modele që qëndrojnë edhe kur rrethanat ndryshojnë, sepse modelet nuk rrëzohen me dekrete, ato provohen me kohën. Shqipëria është më e rëndësishme se çdo rol dhe partia është më e rëndësishme se çdo individ, por dinjiteti personal mbetet themeli mbi të cilin ndërtohet çdo shërbim publik i ndershëm dhe i qëndrueshëm. Në këtë kuptim, për mua, përfundimi i një detyre nuk është tërheqje, por vazhdimi i angazhimit me të njëjtën bindje dhe të njëjtën përgjegjësi. Mesazhet tuaja më të shumta në largim se në marrjen e detyrës ma përforcojnë detyrimin dhe vendosmërinë për të dhënë më shumë, sepse pozicionet janë kalimtare ndërsa gjurma është zgjedhje e vetëdijshme, përfundon Spiropali. Pas kirurgjisë së plotë që i bëri qeverisë së tij, Edi Rama pritet që javën tjetër të kryejë edhe një operacion të fortë në një agjenci të rëndësishme të shtetit. Menjëherë pas dekretimit të ministrave të rinj, betimit para presidentit, pritet një furtunë e dytë. Edi Rama ka planifikuar që të prezantojë personalisht ministrin e rit brendshëm Besfort Llamallari, e në atë mjedis pritet i lëshojë një dush të ftohtë kupolës së policisë së shtetit. Fabulën mësohet se e ka zgjedhur me dinakëri që të akuzojë strukturën drejtuese se nuk është treguar luajale me ministrin e brendshme Albana Koçiu, duke e lënë vetëm dhe mos e përkrahur në punën e saj. Gjua e Edi Ramës do të jetë ashpër për të justifikuar një katarsis të vërtet në kupolën e policisë së shtetit, në të cilën pritet një qelizëm i madh. E para kokë që do të pritet është ajo e kryepolicit Ilir Proda, i cili u vendos përpara zgjedhjeve të 11 majit, e sipas të gjitha gjasave e ka plotësuar mandatin që ka qenë në kokën e Edi Ramës, i cili pikërisht në momentin kur një drejtues i lartë nis të formsoj hapësirën e vet të influencës në institucion, për të gjitha rrënjët e vogla të fidanëve. Ndërkohë, shkaku i vërtet i ndryshimit qëndron diku tjetër, e ka të bëjë me paranojën e shtuar tek Edi Rama për një bashkëpunim të mundshëm si logjik, si shkëmbimi informacioni ndërmjet policisë dhe SPAK-ut. Edi Rama kërkon ta kthejë policinë e shtetit në një gardë pretoriane, që në rast të ndonjë telashi të madh të tij të dalë në front të hapur luftimi me armiqtë e kryeministrit. Lufta në këtë rast nuk do të jetë as pak e ftohtë, por e ashpër, madje edhe trup më trup. Kur sulmoi hapur trimoshët e BKH-s me patllake, dërgoi pikërisht sinjalin që askush nuk duhet mendoj të afrohet pasi do të ketë përgjigjen direkte. Drejtori i ri pritet të emërohet një personazh i kësaj garde pretoriane që detyrën primare dhe më të rëndësishme ka të kontrollojë çdo informacion që kalon nga prokurorët dhe drejt prokurorëve. Kjo jo vetëm për çështjet e hetimeve që mund nisin prokurorët special, por çfarëdo informacioni në territor, sidomos për çështjen e investimeve, trojeve, ndërtimeve apo transaksioneve të ndryshme. Aksioni i SPAK-ut shumë afër Partisë Socialiste ndaj një kompanie call centeri u krye në bashkëpunim me strukturat policisë, por që ministri Koçiu nuk kishte dieni për të. Kjo e ka gjendosur kryeministrin, i cili mësohet se i ka thënë se nuk e bën dot detyrën që i është caktuar, që atë ditë ajo shkarkuar realisht dhe Rama ka pritur ditën për të vepruar. Ndërkaq nuk është se ai nuk është i informuar nga gjithçka ndodh në kupolën e policisë përveç raporteve zyrtare. Pasi Rama ka disa rrjete paralele dhe të kryqëzuara kontrolli mbi pushtetin, e këtë e ka treguar gjithë këto vite. Por tani druhet një rrëshqitje toke në struktura të ndryshme të policisë me rrjedhje informacioni apo me bashkëpunim me ndërkombëtarët. Në Shqipëri është kthyer në traditë gjithë këto 35 vjet që oficerë të ndryshëm policie janë një mjedis i lakmuar i agjencive dhe shërbimeve të ndryshme, duke përdorur aktivitete dhe festa për të afruar njerëzit që të marrin diçka nga brenda. Pikërisht kjo pjesë do me thënë takimi i çdo oficeri të lartë me diplomatë
bankomat apo kolekt huaj pritet të ndalohet me urdhra të veçantë, një akt që sipas të gjitha gjasave ka për të qenë i padobishëm, por si do të jetë do të rrisë presionin dhe paranojen. Në një situatë të qetë, Edi Rama nuk qeveris dot, nga që do të duhet të flasë mbi fakte e të jap llogari. Në një situatë të tensionuar e gjithmonë në udhkryq, e para që qeverisë është frika dhe propaganda fasad. Sali Berisha del çdo ditë nëpër televizion, e flet me orë, analizon, akuzon, mallkon, paralajmëron, ka mendim për çdo çështje të këtij vendi, për drejtësinë, për qeverinë, për ambasadorët, për ekonominë, për mediat, por për rrjollin nuk thot asnjë fjalë. Në rrjoll banorët përballen me policinë për tokat e tyre, në rrjoll ndërton bashkim ulaj, në rrjoll shteti përdor forcën për të hapur rrugën e një resorti privat dhe Sali Berisha hesht. Nuk flet se ka konflikt interesi, nuk flet për faktin se ai që po ndërton atje është bashkim ulaj, nuk flet për marrëdhënien e tij personale me të. Te godinat e ulajt jeton, aty ka zyrat. Kur ishte kryeministër nuk la tendra apo leje ndërtimi pa i dhënë. Kur kaloi në opozitë ulaj ndroi ka politik, por nuk e harroi kurrë bamirësinë e vjetër. Sot Sali Berisha sulmon qeverinë për çdo gjë, por nuk e prek kurrë emrin e bashkim ulajt. Asnjëherë, asnjë fjali, asnjë insinuat. Madje ironia është më e thellë. Kompania e sigurisë e një tjetër tropojani, Erzem Breçani, arrestuar si pjesë e një grupi kriminal, është e pranishme në mbrojtjen e resortit në rrjoll. Protesta e banorëve përballet me uniforma private që ruajnë interesin e bashkimit. Prap Berisha nuk flet. Ai që akuzon çdo ditë për kapje të shtetit nuk e përmend kapjen e tokës. Ai që kërkon revolucion moral nuk e prek interesin personal. Kjo heshtje nuk është arrest, është zgjedhje. Shqiptarët nuk kërkojnë rrokadën e bashkimulajt nga një anë politike në tjetrën, nuk kërkojnë zhvendosjen e një oligarku nga një obor në oborrin tjetër, kërkojnë fundin e sistemit që ka prodhuar ulajt, Ramët dhe Berishët njëkohësisht. Sepse problemi nuk është vetëm rrjolli, problemi është marrëveshja e heshtur që mban në këmbë një regjim interesash ku pushteti dhe oligarkia ushqehen nga njëri tjetri. Dhe në këtë sistem heshtja është prova më e fortë e fajit politik. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria do të listojë korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit si organizatë terroriste, duke ndjekur shembullin e Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas. Në një reagim publik, Rama theksoi se sipas tij ka ardhur momenti për veprime konkrete dhe jo vetëm deklarata politike. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike është një organizatë terroriste dhe duhet të trajtohet si e tillë, jo vetëm përmes sanksioneve ndaj Republikës Komeniste, por duke i quajtur zyrtarisht me emrin e saj të vërtet dhe duke e listuar ndër organizata terroriste, u shpreh Rama. Ai theksoi se ky qëndrim lidhet me mbështetjen ndaj aleatëve strategjik dhe me zhvillimet e fundit në lindjen e mesme. Rama argumentoi se për Shqipërinë çështja nuk është thjesht gjeopolitike, duke ju referuar sulmeve kibernetike të mëparshme ndaj institucioneve shqiptare, të atribuara nga autoritetet vendase ndaj Iranit. Shqipëria ka përjatuar nga afër fytyrën barbare të regjimit të Teheranit përmes agresioneve kibernetike ndaj vendit tonë. Për ne kjo nuk është gjeopolitik abstrakte, është siguri kombëtare, qartësi morale dhe ligjore, shkruan Rama. Rama bëri gjithashtu thirrje që edhe vendet e tjera evropiane të ndërmarrin një hap të tillë. Ka ardhur koha të shkurtojmë fjalët dhe të shkojmë drejt thelbit. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike është organizatë terroriste dhe duhet të trajtohet si e tillë, jo vetëm përmes sanksioneve ndaj Republikës Komeniste, por duke i quajtur zyrtarisht me emrin e saj të vërtetë dhe duke e listuar ndër organizatat terroriste, siç kanë bërë tashmë dhe Shtetet e Bashkuara bashkë me Kanadan. Jo vetëm sepse qëndrojmë të palëkundur me Izraelin dhe me vendet arabe vllazërore që kërkojnë paqe, jo vetëm sepse mbështesim Shtetet e Bashkuara në mbështetjen ushtarake të Izraelit sot, në ndrejtimin e presidentit Donald Trump, jo vetëm sepse Bashkimi Evropian përmes presidentes Ursula von der Leyen ka nënvizuar edhe një herë sot natyrën vrasëse të regjimit të Teheranit, por mbi të gjitha në një ditë si kjo, kur kërkohen veprime jo vetëm fjalë, në nder të viktimave të pafundme të pafajshme të gjaksorëve të korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, Shqipëria ka përjetuar nga afër fytyrën barbare të regjimit të Teheranit përmes agresioneve kibernetike ndaj vendit tonë. Për ne kjo nuk është një gjeopolitik abstrakte, është siguri kombëtare, qartësi morale dhe ligjore. Shqipëria do të veprojë në përputhje me këtë. Ne do ta quajmë Gardën Revolucionare atë që është dhe do ta listojmë ndër organizata terroriste dhe u bëjmë thirrje miqve tanë evropian të bëjnë të njëjtën gjë. Ne mbështesim plotësisht çdo përpjekje vendimtare për të parandaluar një herë për gjithmonë që vrasësit në Teheran të fitojnë kapacitet bërthamor ose ushtarak për të dëmtuar Izraelin apo ndonjë vend tjetër që kërkon paqe në lindjen e mesme. Terrorizmi duhet të quhet me emrin e vet, dhe kur quhet me emrin e vet, ai duhet të ndalet, shkruan Rama. Të organizatë kriminale të qeverisë shqiptare dhe antarëve të saj. Pra, për t'i thënë Edi Ramës se jo një lubi, po dhe 30 lubi po t'largosh,
do jesh ti dhe vetëm ti objekti kryesor i revoltës popullore. Do t'jetë Edi Rama dhe vetëm Edi Rama. Kazus i betejës son gjenë në largimin e tij. Është Edi Rama, generatori i të gjitha të këqijave të lidhura me regjimin e tij. Ndaj dhe largimi i njërit apo tjetrit përbëjnë vetëm përpjekje të dëshpëruara të tij për të ruajtur lëkurën e tij. Asgjë nuk e mbron dot atë nga revolta popullore. E ka një element të tillë. Element aty është një nga krye banditët e narkoshtetit që quhet Ilir Proda. Ndaj dhe shkon revolta, kryengritja shkon drejt për t'i thënë që ti aq sa ka të ardhur me Edi Rama ke dhe ti që je një shërptor, një mercenar i tij. Aty është natyrisht në zyrë është në zyrën e tij, është dhe dy sagase. Janë bashkë. Ndaj shkojmë aty për të shenjuar. Kjo nuk është ndaj policëve të thjeshtë, ju e keni pa qëllimin tonë ndaj tyre, por ndaj këtij banditi që përbën dhe një nga njerëzit më të rrezikshëm të narkoshtetit, ne shkojmë gjëra tjetër. Vazhdojmë.